Gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit ka çuar për gjykim 7 prej të arrestuarve të dosjes revanshi, ndërsa 20 të pandehur të tjerë vijojnë të jenë ende në kërkim. Dosja ndaj këtyre të fundit është veçuar. Mes personave të kaluar për gjykim janë Durim Bami, i ekstraduar disa javë më parë nga Dubai, Aldo Avdyli, Edson Jozik, Henry Gert, Mitri Marklen Haka, Altin Morina dhe Jozi Kraja. 7 të arrestuarit akuzojnë për një sër veprash të rënda penale, mes tyre sigurim kushtesh për të kryer vrasje, grupi strukturuar kriminal dhe kultivim bimësh narkotike. Durim Bami akuzohet për vepra penale, sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, grupi strukturuar kriminal, kultivimi i bimëve narkotike dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi strukturuar kriminal. SPAK e akuzon si person që kishte porositur vrasjen e ish-deputetit të Partisë Socialiste në Lezhë, Arben Doka. Sipas dosjes voluminoze, Durim Bami akuzohet gjithashtu edhe për sigurimin e kushteve për të vrarë 2 miq të Ervis Martinaj. Sa i takon aktivitetet kriminal, SPAK argumenton në dosje se Durim Bami, përpos atentateve dhe vrasjeve ku faktohet si i përfshirë, kishte një rol të madh ku kontrollonte drogën e mbjellë nga Bregdeti i Adriatikut deri në malsinë e Krujës, ku madje kishte mbështetjen edhe të policisë.